ne është më rëndësi ta theksojmë si fakt që si institut kemi qenë edhe udhëheqës të këtij projekti tash 3 vite apo LEAD, duke e koordinuar edhe angazhimin e organizatave të shoqërisë civile në vende të tjera, falë një rrjeti shumë të mirë të cilin e kemi ndërtuar së bashku ndër vite. Pasi që edhe sfidat si Ballkan, veçanërisht në këtë fushë, i kemi të ngjashme, mirë po përtej kësaj, siç tregojnë edhe punimet tona, në rast se ne shkojmë edhe një hap tutje, pra dalim pak edhe përtej ekonomive tona dhe e rrisim bashkëpunimin mes nesh, normalisht që edhe ndikimi mund të jetë shumë më i madh dhe përfitimet mund të jenë shumë më të mëdha. E veçanta e punimit që do ta prezantojmë sot është që kemi shku pak më thellë në ekonominë tonë, duke kryer edhe intervista me bizneset, duke pasur sa janë të përgatitura bizneset për disa nga pjesët që i prek tranzicioni energjetik, në veçanti çështjet që kanë bëjnë me këtë taksën e karbonit, cilin e ka vendosur dhe është në zbatim BEA dhe është në zbatim nga fillimi i këtij viti. Por gjithashtu paralajmërojmë pak edhe çfarë mund të jenë kostet ekonomike të mos veprimit tonë. Është kënaqësi të jem me ju sot, sidomos pas përfundimit të një procesi zgjedhor që urojmë që do të japin një mandat qartë për institucionet për të vijuar punën e tyre. Besoj gjithë jeni të vetëdijshëm që le themi realiteti në të cilin veprojmë edhe jetojmë është bërë gjithnjë më kompleks. Le themi sfida apo tensione gjeopolitike që sigurisht ndikojnë edhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Në të njëjtën kohë kemi një konkurrencë strategjike gjithnjë më të ashpër midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Kinës, edhe sigurisht që rajoni ynë, por edhe Bashkimi Evropian është mes të, le themi, këtij tensioni. Në të njëjtën kohë, besoj se jeni të vetëdijshëm që inteligjenca artificiale dhe teknologjitë po zhvillohen dhe sigurisht që është domosdoshme që ne jo vetëm t'i kuptojmë, por në të njëjtën kohë edhe t'i përshtasim dhe t'i përdorim në mënyrë efikase. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian po e thellon politikën e vet të gjelbër që po shkon përtej le themi kufive të saj përmes CBAM-it që besoj tashmë është një fakt për Kosovën edhe për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe padyshim që nuk duhet parë si kërcënim, por duhet parë si një mundësi zgjimi për të qenë proaktiv edhe për ta përdorur për të përgatitur ekonomitë tona për të ardhmen. Sfidat e Kosovës në procesin e tranzicionit të gjelbër, pra rreth 90% e prodhimit të energjisë elektrike vjen nga termocentralet me linjet. Infrastruktura e vjetruar e këtyre termocentraleve shkakton rreziqe për sigurinë energjetike, duke kontribuar edhe në ndotjen e ajrit dhe të mjedisit, si dhe bën emetimin e gazrave serë dhe gjithashtu ka ndikim edhe në shëndetin publik. Disa nga sfidat tjera që ne kemi listuar të sistemit energjetik të Kosovës janë edhe ritmi ngadalë i zhvillimit të burimeve të ripërtritshme, krahasuar me objektivat e përcaktuara, një ekspozim i eksportuesve kosovar ndaj CBAM dhe mungesa e një mekanizmi vendor për tarifimin e emetimeve të karbonit, pastaj mospërputhja e fuqisë punëtore me nevojat e ekonomisë së gjelbër, gjithashtu ka mungesë të një plani gjithëpërfshirës për tranzicionin e drejtë, si të një nevojë për investime të larta në mbi 3 miliard euro. Pavarësisht këtyre sfidave, ne kemi përmendur në raport që një politikë industriale e gjelbër, e cila është dizajnuar mirë, do të mund të shërbente si një mekanizëm për të lidhur tranzicionin energjetik të vendit me zhvillimin ekonomik dhe industrial. Pra, përmes një politike të tillë dhe përmes instrumenteve fiskale, granteve dhe subvencioneve, përdorimit të marrëveshjeve për blerje të energjisë të bazuara në ankande, si dhe të kontratave për diferencë, që do të mbrojnë prodhuesit nga rreziqet e tregut, kjo politikë do të ndihmonte shumë në një tranzicion më të lehtë të gjelbër të Kosovës. Disa nga përfitimet që një politikë e tillë do t'i sillte vendit, pra janë edhe përmirësimi i sigurisë energjetike, ulja e emetimeve të gazrave serë, reduktimi i konsumit të energjisë përmes masave të eficiencës, rritja e konkurrueshmërisë së industrisë vendore dhe eksportuesve vendor, krijimi vendeve të reja të punës në ekonominë e gjelbër, adresimi mospërputhjes pra të aftësive të punëtorëve të tameshëm në sektorin e qymyrit,
tërheqja e investimeve direkte, si dhe qasja më e mirë në fondet e BE-s. Në këtë raport ne kemi përdorur një metodologji të kombinuar, pra fillimisht kemi përdorur analiza sasiore dhe cilësore. Të dhënat janë mbledhur nga institucionet vendore si Zyra e Rregullatorit të Energjisë, Agjencia e Statistikës së Kosovës, Dogana e Kosovës, Banka Qendrore e Kosovës, gjithashtu është analizuar edhe legjislacioni vendor si dhe dokumente strategjike. Për më shumë, kemi marrë input duke bërë intervista dhe me disa biznese në sektorët e prekur nga CBAM, pra kemi realizuar rreth 4 intervista me disa biznese kyçe, gjithashtu kemi bërë intervista dhe me Odën Ekonomike të Kosovës për të marrë input se si ka ndikuar pra CBAM në sektorin privat. Sektori energjetik i Kosovës, siç e përmenda edhe më herët, është shumë i varur nga termocentralet me linjet. Pra pothuajse 90% e prodhimit të energjisë elektrike realizohet nga termocentralet me linjet. Megjithatë, viteve të fundit është shënuar një progres në zhvillimin e burimeve të ripërtritshme, ndonse i ngadalshëm. Nga viti 2018, kur kapaciteti instaluar i burimeve të ripërtritshme ishte 116 MW, në vitin 2025, kjo kapacitet arriti në 330 MW, duke përfshirë prosumatorët. Kosova ka caktuar disa objektiva ambicioz në dokumentet strategjike të saj, si në strategjinë e energjisë, gjithashtu edhe në draft planin për energji dhe klimë. Gjithashtu Kosova është zotuar për disa objektiva ambicioze në zbatimin e agjendës së gjelbër evropiane për Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, zbatimi i këtyre objektivave shihet që është i ngadalshëm. Energjia e ripërtritshme aktualisht mbulon vetëm 8% të konsumit të energjisë elektrike, ndonse objektivi i përcaktuar në strategjinë e Kosovës është 35% deri në vitin 2031. Objektivi për kapacitetin e instaluar nga BRE-t është i përcaktuar për vitin 2031 që të jetë 1600 MW, ndërsa tani deri në vitin 2025 ky kapacitet ishte 330 MW. Një komponent tjetër i tranzicionit i rëndësishëm është edhe eficienca e energjisë. Viteve të fundit Kosova ka bërë progres përmes Fondit Kosovës për Eficiencë të Energjisë, i cili ka financuar renovime të ndryshme të ndërtesave publike dhe rezidenciale dhe ka ofruar skema mbështetëse për familjet. Megjithatë, vlen të ceket që investimet në eficiencë të energjisë kanë qenë të fokusuara kryesisht në ndërtesa publike, ndonse sektori rezidencial përbën pjesën më të madhe të konsumit final të energjisë. Megjithatë, zhvillimi i energjisë ripërtritshme, siç e përmenda edhe më herët, vazhdon të përballet me pengesa të mëdha. Pra, ka vonesa në proceset e lejeve dhe licencave, ka procese administrative që janë komplekse, ka një mungesë të koordinimit në mes të institucioneve, pastaj kapacitetet kufizuara të rrjetit, si dhe pengesa me çështjet pronësore. Një raport i OECD ka vlerësuar se gjithë procesi për projektet e burimeve të ripërtritshme, duke filluar nga autorizimi paraprak e deri te kyçja në rrjet, mund të zgjasë deri në 3 vjet. Ne në raport sill një zgjidhje për këtë kemi përmendur edhe konceptin e One Stop Shop, të cilin Kosova vetë se ka themeluar që nga viti 2018, pra One Stop Shops shërbejnë si platforma të centralizuara mes të investitorëve dhe autoriteteve publike për të thjeshtuar procedurat administrative dhe për të përshpejtuar këto procedura për projektet e energjisë së ripërtritshme. Siç e përmenda, Kosova vetë se ka themeluar një One Stop Shop, megjithatë ky funksionon kryesisht si mekanizëm informimi dhe koordinimi dhe i njëjti ende nuk ka arritur të tregojë rezultate konkrete në zvogëlim të barës administrative për procesin e pajisjes me leje. Tema e fundit që kemi diskutuar në raport është pjesa e financimit, pra nevojat për investime për financimin e tranzicionit të gjelbër. Sipas strategjisë së energjisë janë paraparë gjithsej rreth 3 miliardë euro investime për një periudhë 10 vjeçare. Prej këtyre, pjesën më të madhe e zën investimet në burimet e ripërtritshme, pra që arrin vlerën 1.3 miliardë euro, dhe të cilat parashihen të financohen nga financues privat, kryesisht, por edhe publik dhe donatorët. Një tjetër komponent e madhe e këtij nevojës për investime është edhe rehabilitimi i termocentraleve ekzistuese me linjit, që arrin vlerën diku rreth 390 milion euro, si dhe investimet në eficiencë të energjisë, që arrin vlerën rreth 350 milion euro. Sipas një raporti nga Banka Botërore, deri në vitin 2050, Kosovës mund t'i duhen rreth 4.7 miliard euro investime
për të arritur ta bëjë tranzicionin energjetik.